Avokatja Beki e përmendi që do më thonë ligji, rendi, gjithçka duhet nuk kanë dalë problemet në sipërfaqe, edhe mendojnë që kena pas më shumë lira. Po në anën tjetër, a i zhdasht për shembull me u bë që kaq shumë publike rastet e dhunës në familje, rastet e vrasjeve, ose me marrë që kaq shumë vëmendje mediatike. E ku bën një analizë para një kohe, po që nuk bë tamam hulumtim. Ju kujtohet vrasja e Liridonës. Do më thona ka prej krejtve, dhe jemi ra në atë kuptimin për toke si shoqëri. Po prej Liridonës janë vargu në një periudhë të ngusht kohore edhe shumë vrasje të tjera. A e keni vrejt që në momentin kur bëhet një vrasje, i vrejnë që në një herë kanë mu pasu për vrasjeve tjera. E kjo të bën në herë me mendu që nështë i zhdasht me u fshe kushtimisht, me u zbatu ligje, me u denu njerëzit të cilët i kanë bërë këto gabime dhe këto shkelje, këtë vrasje, me u denu aq sa kërkohet, nështë atë vrasjet edhe më shumë duhet me ndryshu ligje, po jo me u bërbandu publiku që ka shumë me këto informacione. Në aspektin pedagogjik, besa edhe psikologjik. Kisha dashtë me u lidhë në aspektin psikologjik. Gane... A kom basë që saj që pëtho, ma ja po shkrejt? Sigurisht që po, me shumë drejt e ki. Na shpesh prej dhimbjes, reagojmë vrollshëm, edhe si popull, edhe si njerëz, sepse është një ngjarje tragjike, një ngjarje rëndë që na ka prek secilin prej neve. Mirë po, sipas psikologjisë, sa do që ti ndoshta jetë u bë thirrje kundër vrasjes, jetë u bë thirrje për drejtat e grave, në një farë forme ti jetë e promovu vrasjen. Sepse ti ja kujton dikujna që është në hall, ndoshta ka një problem me gruën e vet, ja kujton si mundsi vrasjen. Na më e marr një shembull në shkolla, kur kemi fol për bullizmin në shkolla, pikërisht masi kemi folë na për bullizmin, kemi bani projekt shumë të mirë me nxënësa, pikërisht ato ditë ka ndodhur një dhunë në shkollë, dhunë fizike mes nxënësave. Do me thonë, pavarësisht që ti mundohesh me i trajtu këto tema, me vetisu nxënësin apo të rritunin për ngjarjet për cilat është në pyetje, ti një farë mënyre po ja rikujton edhe po e promovon ato.